Rahim, me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Përshëndetje të dashur shikues dhe dëgjues të nderuar të radio televizionit online Drita e Kuranit. Falënderimet dhe lavdrimet tona dedikojmë Allahut të madhëruar, atij i cili është një dhe i vetëm. As ka lindur kënd, as nuk është i lindur prej kujt, dhe askush në gjithësi nuk është i barabartë me Allahun. Paqja, bekimet dhe mëshira e Allahut qoftë mbi mëshirën e botëve, mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë pasuesit e rrugës së tij deri ditën e fundit. Paqja, bekimet dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të gjithë të dërguarit e tij që qoftë i lavdëruar. Shikues dhe dëgjues të nderuar, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur të Islamit, atë të paqes, selamu aleikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Paqja, begatia dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju. Jemi në ditë të begatat të muajit të Ramazanit dhe do të flasim sot për përgëzimin e jashtëzakonshëm të agjëruesit. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, i ka përgëzuar dhe ka garantuar agjëruesve të muajit të begat të Ramazanit se ata janë të bekuar me këtë shtyllë të madhe të Islamit, siç është agjërimi. Profeti i bekuar nuk flet nga mendja e tij. Gjithçka që ai thot është prej Allahut, siç tregohet edhe në ajetet e para të surës Nejm. I dërguari i Allahut, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, për agjëruesit të këtij muaji të quajtur Ramazan, ka thënë: vërtet, në xhennet ndodhet një portë me emrin Rayyan. Në të nuk hyn tjetër përveç se agjëruesit. Në këto ditë të begata të muajit të Ramazanit, si asnjëherë më parë, shohim besimtar musliman në mbar botën, teksa rendin me mish e me shpirt që të ndjekin udhëzimet dhe porositë e profetit ton të dashur, sepse tek personaliteti i tij, ata gjejnë modelin më të përsosur që ka parë rruzulli tokësor ndonjëherë. Ky model i bukur dhe mësues i parritshëm është rruga më e sigurt dhe më e mirë për të afruar te Zoti i gjithësisë. Kjo për arsye se ai është i zgjedhuri dhe i dërguari Allahut të madhërisëm. Vetë Allahu i madhëruar e prezanton të dërguarin e tij si modelin dhe shembullin më të bukur në Kuranin Kerim kur thot: Bismillahirrahmanirrahim. Në të dërguarin e Allahut ka një shembull të mrekullueshëm për atë që shpreson tek Allahu dhe dita e fundit dhe përmend shumë Allahun. Sura Ahzab, ajeti 21. Sikurse dihet tani më, profeti Muhammed ka folur për rëndësinë e agjërimit, duke na lënë një mori hadithësh dhe shpërblime që merr agjëruesi që agjëron të muajit të begat, jo vetëm në këtë botë, por edhe në botën e përtejme. Në dashurinë për njëri tjetrin, profeti i nderuar ka folur për muajin e begat të Ramazanit, duke thënë se në dashurinë për njëri tjetrin, në solidaritetin e tyre për njëri tjetrin, besimtarët janë si një trup i vetëm. Po të dhem një gjymtyr apo pjesë e këtij trupi, dhem i gjithë trupi i tyre. Këto hadithe të bekuara na japin të kuptojmë se sa i rëndësishëm është agjërimi i muajit të Ramazanit. Por profeti ka folur gjithashtu duke thënë se agjërimi, pra cili do që agjëron muajin e Ramazanit me besim dhe shpresë, atij do t'i falet të gjitha mëkatet e kryera. Të gjitha ibadetet në Islam janë mjet i afrimit me krijuesin, si dhe mjet i edukimit dhe i pastrimit të shpirtit të njeriut. Nëse do ta vështronim me kujdes lidhjen e fortë të ngushtë midis shpirtit dhe trupit, do të kuptonim edhe dobitë e agjërimit, sepse njeriu duke lënë më janë kënaqësitë materiale, mëson që të lërë edhe gjërat e ndaluara nga Zoti i gjithësisë. Dhe Ramazani vjen si një mundësi tjetër për ta pastruar shpirtin nga papastërtitë dhe gjunahet dhe përheqjen e tyre nga zemra e njeriu, si dhe hap portat e mirësive. Profeti na ka treguar për rrugët që hapin portat e mirësisë dhe rrugët që i mbyllin të këqijat. Ai ka cilësuar agjërimin si rruga më afër xhenetit dhe si ndërmjetës në ditën e Kiametit, kur ka thënë: agjërimi u ndërmjetëson për robin ditën e Kiametit. Ai do të thotë: o Zot, ky njeri ka ndenjur pa ngrënë dhe pa pirë në një kohë që të tjerët hanin dhe pinin, dhe këtë e ka bërë vetëm për hatrin tënd. Unë nuk e lë atë derisa ta fus në xhennet. Atëherë Zoti thot: të kam futur mik o agjërim për këtë njeri. Ai që agjëron është më larg se kurrë nga xhehenemi, sepse profeti i bekuar ka thënë: kush agjëron një ditë për hatër të Zotit, ai largohet 70 vjet nga zjarri i xhehenemit. I dërguari i Allahut ka qenë shembull në çdo gjë
Ai u mëson të muslimanëve rregullat e agjerimit me shembullin e tij vetjak, ashtu siç e mësonte edhe për të gjitha detyrimet e tjera e për adhurime vullnetare. Madje u mësonte atyre edhe edukatën për punët që kanë të bëjnë me jetën tonë private. Në shumë hadithe tregohet se profeti i nderuar, përveç agjërimit në muajin e Ramazanit, ka agjëruar edhe ditë të tjera. Pra, profeti i nderuar kur nuk ka ndarë agjërimin nga jeta e tij. Hadithet e profetit janë të ndritshme sepse ata janë dhe na mësojnë parimet e Islamit. Parimet e Islamit janë ato të cilat e ndërtojnë shoqërinë më të bukur dhe më fisnike siç u bë në kohën e profetit Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij. Pikërisht për këtë, ne do të lexojmë një hadith të profetit Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, i cili ka thënë se në një hadith kutsi pra të shpallur nga Zoti i gjithësisë, agjërimi ka thënë bëhet për mua, pra ka thënë Zoti, dhe unë do të shpërblej për agjërimin. Kjo është një përgjigje e mrekullueshme për rëndësinë dhe shpërblimin e madh për agjërimin e muajit të Ramazanit. Nga ky hadith i bekuar me të cilin na ka përgëzuar i dërguari i Allahut, muslimanët të gjitha kohrave mësojnë dhe do të mësojnë se Allahu i lartësuar deklaroi me fjalën e vullës së profetëve të tij se Allahu i gjithfuqishëm ka garantuar për këtë adhurim të madh siç është agjërimi dhe e ka bërë atë si një sebeb pra për ne që të jemi garues në agjërimin ton në muajin e begat të Ramazanit. Gjithashtu i dërguari i Allahut, kur kanë pyetur shokët e tij për cilën kohë është më mirë dhënia e sadakas, dhe profeti i nderuar edhe këtë ka vlerësuar, pikërisht në këtë kohë, në muajin e begat të Ramazanit, kur ka thënë sadakaja e dhënë në muajin e Ramazanit. Për hadithëve të dërguarit të Allahut, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, mësojmë se po në atë vit që u bë detyrim agjërimi, domethënë në vitin e 2 të Hijrit, është bërë detyrim edhe sadakaja e fitrit. Nëse do të shkojmë ngjarjet që ndodhen pas bërjes detyrim të agjërimit në muajin e begat të Ramazanit, kuptohet lehtë rëndësia e këtij detyrimi që kërkon vetëm durim, vetëm forcë dhe gjithçka do të jetë më mirë për ne. Këshillat dhe porositë e vyrat e profetit ton të dashur i dhanë shoqërisë njerëzore të kohës që ai jetoi vlera dhe fisnikëri të jashtëzakonshme. Ato porosi dhe këshilla janë të dobishme edhe më të tashmen, por do të jenë edhe në të ardhmen e njerëzimit, sepse profeti është dërguar nga Allahu për mbar shoqëritë njerëzore për aq kohë sa të ekzistojë kjo botë. Dhe për këtë në surën Nisa, ajetin 79, Allahu i Madhëruar thotë: Ne të kemi sjellë ty o Muhammed si të dërguar për të gjithë njerëzimin. Allahu mjafton për dëshmitar. Porosit, këshillat, përpjekja dhe puna, veprat e profetit janë të jashtëzakonshme. Mjafton të kujtojmë këtu disa hadithe të cilat e zbukurojnë agjërimin ton, por jo vetëm pasi ato zbukurojnë tërë jetën ton, nëse ne praktikojmë ato. Profeti i nderuar ka thënë: O njerëz, përshëndeteni njëri tjetrin me paqe dhe jepni ushqim të varfërve, ruani lidhjet farefisnore, falni namazin e natës kur njerëzit flenë. Atëherë do të hyni në xhennet paqësisht. Besimtari i vërtet është ai nga gjuha dhe dora e të cilit muslimanët janë të sigurt. Asnjë nga ju nuk ka besuar në qoftë se nuk do për vëllain e vet atë që do për vete. Muslimani pra është vëlla për muslimanin. Ai as nuk e shtyp tjetrin, as nuk e mbraktis tjetrin. Kush ja lehtëson një shqetësim vëllait musliman në këtë botë, Allahu i Madhëruar do t'ja lehtësojë një nga shqetësimet e tij ditën e gjykimit. Kush e mbron një musliman nga një e keqe, Allahu do ta mbrojë atë në ditën e ringjalljes. Shmange zjarrin e xhenemit qoftë dhe me një sadaka, një gjysmë hurme. Nëse nuk ke mundësi ta bësh këtë, atëherë thuaj fjalë të mira e tjera hadithe, të cilat vërtet janë mjaft të ndryshme për ta bërë jetën tonë sa më të bukur dhe sa më të këndshme. Dhe ne jemi krenarë që jemi vërtet trashëgimtar të kësaj shoqërie, pra të shoqërisë që ndërtoi profeti ynë i dashur, dhe elusim Zotit na forcojë besimin, dashurinë dhe vendosmërinë për të vazhduar në udhëtimin tonë në rrugën e Kuranit dhe të sunetit të profetit tonë të dashur, Muhamedit, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij. Kjo sepse Allahu i Madhëruar thotë në Kur'an: Ju musliman jeni bashkësia më e mirë për njerëzimin, sepse ju urdhëroni për mirë, ndaloni të keqijat dhe besoni Allahun. Sura Ali Imran, ajeti 110. E falenderojmë pafund Allahun e Madhëruar për këtë mirësi që na ka dhënë, siç është profeti ynë i dashur,
dhe duke shpresuar se vetëm tek ai, pra tek Zoti, dhe duke lutur vetëm atë që me agjërimin ton ta pastrojmë çdo njohë në besimin ton. Falëndrimet dhe latrimet janë vetëm për Allahun, Zotin një dhe të vetëm. Shikues dhe dëgjues të nderuar, kjo ishte për sa i përket temës tonë për ditën e sotme. Shpresoj që hadithat që kemi përzgjedhur edhe ajetet e Kuranit na bëjnë me kuptues se sa i rëndësishëm është agjërimi i muajit të Ramazanit. Kështu që uroj edhe sot një agjërim sa më të lehtë dhe ditët në vazhdim inshallah janë sa më të bukura dhe më të këndshme, dhe duke mbështetur rritjen e profetit ta bëjmë agjërimin ton vërtet ashtu siç e meriton ai, që dera e bukur e quajtur Rejan të jetë pritse edhe për ne si agjërues dhe agjëruese. Ju përshëndes me përshëndetjen e bukur të Islamit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, begatia dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju.